Përshëndetje të dashur miq dhe ndjekës, mirë se erdhët në kanal. Ju falenderoj nga zemra që po ndani pak nga koha juaj me mua. Shpresoj që kudo që të jeni, të ndiheni mirë dhe të jeni plot energji. Uluni rehat, largoni shpërqendrimet dhe le të fillojmë këtë udhëtim. Kjo javë dominohet nga ndikimi i diellit dhe mërkurit në akrep dhe një hënë plot e rëndësishme në Dem, rreth 27-28 tetorit, duke sjellë transformime të thella dhe emocionale. Horoskopi javor, 27 tetor 2 nëntor 2025. Dashi 21 mars 19 prill. Dashuria, përqendrohuni në thellësinë e marrëdhënies. Shmangni debatet për kontrollin dhe financat e përbashkëta. Sinqeriteti i thellë edhe pse i dhimbshëm do të jetë aleati juaj. Puna para. Kjo javë kërkon llogari me paratë të tjerëve, borxhet ose investimet. Hëna e plot ju fton të mbyllni një cikël financiar për të filluar një më autentik. Mundohuni të bëni një plan pagesash. Këshill kryesore, fokusohuni te financat e përbashkëta. Hëna e plot në Dem thekson vlerën e burimeve që i ndani me të tjerët. Mos i shmangni bisedat për borxhet, kredit ose investimet e partnerit. Kjo javë kërkon sinqeritet të thellë për të rindërtuar themelin tuaj ekonomik. Jini të guximshëm por strategjik në çdo vendim. Demi 20 prill 20 maj. Dashuria, hëna e plot në shenjën tuaj sjell një rilindje të thellë në marrëdhënie. Ndjenjat bëhen më të pjekura dhe të thella. Lidhjet që nuk funksionojnë mund të arrijnë një pikë kthese. Beqarët të jenë të hapur ndaj njohjeve me potencial serioz. Puna e para, bashkëpunimi është kyç. Priten lajme nga partnerët e biznesit ose kontratat. Një projekt i nisur më parë tani mund të jap rezultate konkrete. Këshill kryesore. Kjo është periudha juaj e rilindjes fal hënës së plot në shenjën tuaj. Përqendrohuni plotësisht te nevojat tuaja personale dhe emocionale. Mos ndryshoni asgjë vetëm për të kënaqur të tjerët. Marrëdhëniet e vërteta stabilizohen, ndërsa ato që nuk ju shërbejnë më mund të arrijnë një pikë kthese. Binjakët 21 maj 20 qershor. Dashuria, nevoja për liri mund të përplaset me dëshirën për stabilitet. Kërkoni ekuilibrin brenda marrëdhënies pa u arratisur nga përgjegjësitë. Një takim në fund të javës mund të jetë shumë i veçantë. Puna para. Mërkuri ju fton të ngadalsoni ritmin e punës dhe të riorganizoni prioritetet. Hëna e plot thekson nevojën për të lënë pas disa zakone të vjetra pune. Koncentrohuni te detajet dhe cilësia. Këshill kryesore, ngadalsoni ritmin dhe dëgjoni trupin tuaj. Me mërkurin në akrep, theksi është e puna dhe rutina. Hëna e plot ju fton të pushoni dhe të riorganizoni idetë tuaja larg zhurmës. Shmangni vendimet impulsive në punë dhe përqendrohuni te cilësia dhe menaxhimi i kohës. Gaforia 21 qershor 22 korrik. Dashuria. Kjo është një javë shumë pasionante për ju. Romanca lulëzon dhe lidhjet marrin një thellësi të fortë emocionale. Mos kini frikë të tregoni brishtësinë dhe ndjenjat tuaja. Puna e para, fati është në punën në grup dhe në miqësi. Kërkoni dhe ofroni mbështetje brenda rrjetit tuaj. Parat mund të vinë nga një projekt krijues ose një grup bashkëpunues. Këshill kryesore, lëreni veten të gëzoheni dhe të pasionoheni. Për ju, kjo është një javë romantike dhe shumë kreative. Përdoreni energjinë e akrepit për pasion dhe jo për shqetësime. Shprehini hapur ndjenjat tuaja dhe besojini instinktit tuaj për të krijuar diçka të bukur. Luani 23 korrik 22 gusht. Dashuria, marrëdhëniet familjare janë në qendër të vëmendjes. Mund t'ju duhet të merrni vendime për shtëpinë ose çështjet që lidhen me prindërit. Jini fleksibël dhe ofroni mirëkuptim. Puna para, hëna e plot në Dem ndriçon shtëpinë tuaj të karrierës dhe suksesit publik. Ky është momenti i kulmit për një qëllim profesional. Pritni njohje, por edhe përfundimin e një cikli pune. Këshill kryesore, krijoni balancë mes karrierës dhe shtëpisë. Hëna e plot ndriçon shtëpinë tuaj të karrierës, duke sjellë kulmin e një qëllimi profesional. Megjithatë, mos lejoni që ambiciet ju bëjnë të neglizhoni nevojat e familjes ose çështjet që lidhen me shtëpinë. Kërkoni një ekuilibër të shëndetshëm. Virgjëresha 23 gusht 22 shtator. Dashuria, flisni por me takt. Mërkuri favorizon komunikimin, por akrepi e thellon atë. Sqaroni keqkuptimet me vëllezërit, motrat ose fqinjët. Keni nevojë për lëvizje dhe ndryshim ambienti. Puna para, hëna e plot ju ndihmon të merrni një vendim për studimet, udhëtimet ose çështjet ligjore. Vizioni juaj i madh shpërblehet, ndaj mos u ndalni te detajet, por te pamja e madhe. Këshill kryesore, përqendrohuni te pamja e madhe dhe zgjerimi. Përdoreni komunikimin tuaj me efikasitet, por mos u ndalni te detajet e vogla. Vizioni juaj afatgjat shpërblehet, veçanërisht në lidhje me udhëtimet, studimet ose çështjet ligjore. Kërkoni dije dhe mos u friksoni nga ato që nuk i dini. Peshorja 23 shtator 22 tetor. Dashuria, keni nevojë për stabilitet emocional. Nëse keni pasur tensione, kërkoni biseda të thella për të ribalancuar marrëdhënien. Mos i shmangni konfliktet. Puna para, përgatituni për të mbyllur një çështje financiare. Hëna e plot në Dem ju kërkon të vlerësoni investimet, borxhet ose paratë e përbashkëta. Kjo është një javë e rëndësishme për të krijuar një themel të fortë ekonomik. Këshill kryesore, adresoni vlerën tuaj dhe financat. Hëna e plot ju kërkon të merrni vendime për buxhetin dhe të krijoni një themel të fortë ekonomik. Vlerësoni vlerën tuaj të vërtet, jo atë që vjen nga të tjerët.
Kjo është java për të bërë planifikim financiar të kujdesshëm. Akrepi 23 tetor 21 nëntor. Dashuria, magnetizmi juaj është në kulm. Dielli dhe Mërkuri në shenjën tuaj ju japin fuqi dhe fokus. Përqendrohuni te dëshirat tuaja të vërteta dhe jini të sinqert me veten. Puna para, më shumë energji për të nisur projekte personale. Mos hezitoni të merrni përgjegjësi të reja. Financat personale janë në fokus, bëni një strategji të re shpenzimi. Këshill kryesore, përdoreni fuqinë tuaj për transformim personal. Me diellin dhe Mërkurin në shenjën tuaj, ju jeni në kulmin e magnetizmit. Është koha për të ndryshuar rrënjësisht ato që nuk ju shërbejnë më. Jini të sinqert me veten dhe vendosni qëllime të reja. Shigjetari 22 nëntor 21 dhjetor. Dashuria, jeta sentimentale mund të jetë më e qetë duke e lënë hapësirë për reflektim. Më në fund keni kohë për të menaxhuar emocionet dhe çështjet e fshehura. Puna para, duhet të menaxhoni me kujdes rutinën dhe shëndetin tuaj. Hëna e plot ju kërkon të mbyllni një cikël pune ose të hiqni dorë nga një zakon i keq. Kujdes nga shpenzimet e tepërta, por menaxhimi financiar është i mirë. Këshill kryesore, kujdesuni për shëndetin shpirtëror dhe mendor. Kjo javë është e mirë për të shkëputur pak nga bota dhe për të reflektuar. Dëgjoni intuitën tuaj, hëna e plot kërkon pushim të vërtet. Ruani energjinë tuaj. Britsjapi 22 dhjetor 19 janar. Dashuria, lidhjet afatgjata me gaforen dhe peshqit premtojnë stabilitet. Nëse jeni beqar, takimet e kësaj jave janë emocionuese dhe kanë potencial të madh. Puna para, ky është momenti më i mirë për mundësi, takime dhe sipërmarrje të reja. Fati ju ndjek në fushën e shoqërisë dhe rrjeteve. Financat janë të qëndrueshme, por mos u dorëzoni përballë konfrontimeve profesionale. Këshill kryesore, shfrytëzoni rrjetin tuaj social dhe miqësor. Mundësitë më të mëdha vijnë përmes bashkëpunimit dhe grupeve. Është koha për të punuar me komunitetin tuaj për të arritur një qëllim afatgjat. Ujori 20 janar 18 shkurt. Dashuria, lidhjet personale po kalojnë një fazë të fortë. Ka një ndikim shumë të mirë për bashkim familjar. Jeta personale ka ndikime favorizuese. Puna para, ju ujor keni shumë disiplinë dhe kjo ju bën të suksesshëm. Priten perspektiva të reja në karrierë. Kjo javë sjell sfida, por koha punon për ju. Financat stabilizohen nga puna e vazhdueshme. Këshill kryesore, përqendrohuni te karriera dhe reputacioni. Keni perspektiva të reja në punë. Kjo javë kërkon lëvizje të guximshme profesionale që stabilizojnë financat tuaja. Peshqit 19 shkurt 20 mars. Dashuria, jeni në një moment shumë të mirë për të zgjidhur gjërat e lëna pezull. Lidhjet janë romantike dhe shpirtërore. Kërkoni thellësi. Puna para, një dokumentacion ose marrëveshje e rëndësishme, sidomos për ata jashtë vendit, do t'ju hap shumë dyer. Jeni të favorizuar në udhëtime, çështje ligjore dhe zgjerim. Fati financiar vjen nga jashtë. Këshill kryesore, besojini intuitës suaj për të zgjeruar horizontin. Keni fat në udhëtime, çështje ligjore ose përfundimin e suksesshëm të një çështjeje studimore. Shpresoj që kjo video t'ju ketë pëlqyer dhe t'ju ketë dhënë diçka të vlefshme. Nëse keni mësuar diçka të re, jeni frymëzuar apo thjesht kaluat mirë, ju ftoj të bëni dy gjëra shumë të rëndësishme për të mbështetur kanalin. Abonohuni, subscribe dhe aktivizoni zilezën. Kjo është mënyra më e sigurt për të mos humbur asnjë nga videot e mia të ardhshme. Ndani share këtë video me miqtë tuaj. Nëse mendoni se kjo përmbajtje mund t'i ndihmojë edhe ata, ju lutem shpërndajeni në rrjetet tuaja sociale. Sa më shumë njerëz të arrijmë, aq më shumë mund të rritet ky komunitet. Faleminderit.